Unë mendoj që është shumë themelore, siç në takimin e fundit është bërë në Këshillin Ndërfetar, një përgjigje shumë e bukur për sa i përket konceptit çfarë është gjinia mashkull, femër. Kështu mendoj që njeriu sotëm shqiptar do të kuptojë me të vërtet konceptin real të varfërisë. Pra, të varfrit që na rrethojnë, edhe mesazhi pikërisht nuk është ndaj atyre, në të vërtet na dëftojnë atë që na mungon neve. Ose më mirë me thënë, dëftojnë atë që i mungon shoqërisë shqiptare. Shoqërisë shqiptare, veçanërisht sferave më të pasura, ju mungon pasuria e shpirtit. Ju mungon ajo që gjithmonë ka karakterizuar popullin ton, që ka qenë sensi i një bujarie, jo vetëm për të dhënë, por dhe për t'u dhënë. Sot unë mendoj shumë të pasur shqiptar, ndonë se janë një grup i reduktuar i shoqërisë, sepse pasuria po shkon gjithmonë më shumë tek pak duar, duhet kuptojnë që, siç e kam thënë, një ndër më të pasurve shqiptar para ca javësh, e kam marrë për dorë e kam thënë, dëgjoj, thash, mik i dashur, si transit Gloria Mundi, kalon skena e kësaj bote. Ne jetojmë në një shoqëri ku skena është dominuese, fasadat janë gjëra që na karakterizojnë më shumë, imazhi i makinave, edhe i pasurisë që duhet duket, dëfton boshllëkun ton të brendshëm. Kështu që unë uroj që me të vërtetë ata që ndoshta janë pasur nga xhepi të kuptojnë që kanë nevojë të jenë pasur dhe nga zemra, nga mendja, nga gjestat, nga veprat e bamirësisë, jo vetëm në rastet konkrete ku janë përballë fokusit të një telekamere, por të konceptojnë që janë gjithmonë përballë fokusit Zotit, i cili, siç e thotë edhe Ungjilli i ditëve që kemi kaluar, të pasurit me Lazarin, do të vini ditë e këta të varfër do të jenë arsye ngushëllimi për ne, nëse me të vërtetë kena ditë me u bë hapësirë në zemrën tonë.